tjetër. Tani ne po thonim për si duhet të shikonte klienti veten e tij në atë histori dhe se si biznesi nuk ishte heroi, por guida. Tani nga njëra anë është që varet edhe çfarë problemi zgjidh, sepse ka probleme që duan sillet me njëhershme, edhe ai lloj klienti mirë keq do të mbetet një klient i shpejt, po thonim, klient që ka një nevojë që do ta zgjidhësh aty për aty, pa arritur ta bindesh ose jo pa arritur ta bindesh, po pa arritur të krijosh besimin e plot tek ai që kjo që po blen do të sjellë ty zgjidhjen, do të sjellë ty një. Okej, më thuaj një shembull, byreku. Byreku, shumë e shohin me momentin kur janë, për shembull ai që momentin që më hahet tani, janë duke ecur dhe kush dali i pari, domethënë që është komplet rastësi. Ja, çfarë lloj historie. Apo jo, ndonjë që nuk ka ndonjë besoj në një. Në qoftë se me dashme e bë histori e bën. Po, për shembull mbaj mend që ka pasur një rulot që shiste byreqe, domethënë ajo ishte vërtet rulot e vogël e vendosur në trotuar te Emi Duraku, shiste byreqe. Edhe mbaj mend që aty shkonin njerëzit jo nga shumë afër për rreth për të marrë byrek. Zakonisht kur del për të marrë byrek janë ai pushim pune në një gjë, pushim dreke çfarë ato. Domethënë pozicioni është jam e rëndësishme për Po, nuk e di çfarë histori e kishte, domethënë, okay, e kishte vërtet shumë të mirë. Ndoshta kjo është historia e tyre që nuk është thjesht çështje të thuash për cilësinë që të flasësh që okay, ata i kanë shumë të mirë. Po ishte ndoshta nuk e di. Nuk e di çfarë mund të ketë qenë. Historia aty është që ti je degustator i mirë byreku dhe nuk mund ta hash byrekun në çdo vend. Dhe ti duhet shkosh nga Vasilshanto te Emi Duraku për të ngrënë byrek sepse ai byrek ja vlen. Kjo është pastaj çështje statusi. Domethënë, kjo është bën histori. Pra, atë që bën historia, domethënë që ti jep ti si blerës fiton një status tjetër me anë të këtij duke përfituar këtë shërbimin ose duke bler këtë produktin. Domethënë ky byreku të bën ty me një status mbi normalen. Ti je tamam një shijues. Të ndron identitetin. Termi teknik. Ndron identitetin. Po, ta përmirëson, domethënë atë imazhin tënd që projektohesh në shoqënia. Ti je ustaj i njohjes së byrekut, i mjeshtit. Guruja i byrekut. Nuk e haju në byrek për shembull. Andaj. Po nuk e haju në byrek. Aty jo, sa ata njerëz, aty më pëlqen mua kur klientin e vën në pozicionin e nuk jam unë nga ata njerëz që hajt e konkurrentë këtë. Është ndryshe për shembull, pastaj le të themi, çfarë mund të themi? Makina për shembull që është i blerje shumë më triki. Do thon makina pastaj ka më pak impuls. Shumë. Po, më pak impuls dhe është shumë dimensionale. Është shumë dimensionale në aspektin e dhe ka kohën e shitjes shumë gjatë. Nga momenti kur mendon ta bësh atë gjë dhe të përfundon. Po, se duhet të vlerësosh shumë gjëra. Bën shuma e parave, lloji i makinës që do dhe lloji i makinës që të duhet, që janë dy gjëra krejt ndryshme, sepse flasim që gjithmonë ai që bën 90% rasteve që bën zgjedhjen është mashkull, dhe është ose babai, burri i shtëpisë, ose është thjesht një mashkull që blen për veten e tij. Edhe okay, jo se femra nuk blen makina, po llafi që bie. Edhe do të makina që këta duan nga makina që ju duhet janë dy kategori shumë ndryshme, sidomos kur e familjar. Dhe lloji, modeli dhe ajo pastaj ndikon në status. Ndikon drejt për drejt status makina, domethënë. Kur shoh sa shumë njerëz privojnë veten e tyre nga shumë shërbime, nga shumë gjëra, vetëm nga shumë ore ndi në shtëpi, shumë utilitete në shtëpi që ju duhen thjesht për bler një makinë dhe një statusi që nuk është i tyre, domethënë thjesht për të projektuar një status që në të vërtetë nuk e kanë. Ka plot nga ata pastaj që kanë mundësi të blejnë super makina që bën një lloj shpenzimi, sepse pastaj për ata është shpenzim, nuk është investim. Bën një shpenzim edhe nuk e kanë problem.
Dhe aty historia e tyre është thjesht si duan të me çfarë mjeti duan të tregojnë që kanë para. Ndoshta ana utilitare është shumë dytësore, po nëse dikush për shembull ka nevojë për një makinë të madhe sepse ka fëmijë etj dhe ka mundësinë për ta blerë, do blej si SUV, normal, blej Forestrat, themi ne. Që të projektojë të statusin e tij si super njeri me lek. Kjo vdesin, ne. Varfëria më e madhe është të duash të tregosh që je me lek. Më dëgjon? Po unë do thoja që nuk është thjesht tek investimi apo shpenzimi. Të dyja krahët e shpenzimit ka nevojë për histori, ka nevojë për më shumë informacion që të besojnë personin. Nuk e shoh. Ndërkohë ke produkte që quhen commodity, që do të thotë siç mund të jetë një byrek që afërsia me ku jam unë tani që jam i uritur merr pjesë në vendimin tim, sepse është diçka që me shumë mundësi do e marr gati çdo ditë apo një herë në 2 ditë, dhe nëse s'më pëlqen kësaj radhe nuk është problem, thjesht më pusha barkun dhe nesër do ndroj, do shkoj te një tjetër ose thjesht do e zëvendësoj me një diçka. Pra nuk është aq thelpsore si shpenzim, nuk është aq i rrallë si punë e makinës, sa makina do blesh në jetën tënde, dhe tjetra, prandaj edhe koha e shitjes është më e madhe, sepse ti je duke bluar në mendje, je duke parë më shumë informacion, je duke konsideruar disa zgjedhje, po do të shohësh kush e ka të koncesionar, e këtu hyn brendi personal, dhe do që të shikosh të gjithë mënyrat e promovimit të tyre, por unë do thoya që për shkak se këto janë shitje me rëndësi, ka edhe më shumë nevojë për histori, sepse e dim që historia bind. Dhe shumë e zëm se bizneset i binde, thonë, okay, dua histori. E kuptoj vlerën e saj, e di që nuk e kam pasur në momentin që kam shitur vetëm me çmim dhe kam shitur në një pazar unë edhe 35 të tjerë, nuk kam qenë në shortlistën top 5 e vendeve që ka pyetur klienti popullor. Pra ai që shkon vend në vend dhe ti 35 që ka pyetur apo dikush që ka ardhur llaft sepse njifte dikë, po flasim për në treg të panjohur që nuk din për ty. Dhe zëm se janë të bindur, duan një storytelling, duan një tregim për biznesin dhe veten e tyre, po nuk din nga t'ia fillojnë, sepse me të drejtë shumë njerëz, për shembull, e zëm rastin e makinës, mund të kenë filluar një diçka në jetë, pastaj një diçka tjetër, pastaj një gjë tjetër, dhe vinë tani bëjnë këtë biznes të caktuar, sepse ashtu ka rastisur, ne kemi thënë, ti ke thënë ngeca në marketing, ose ngeca këtej, pra ashtu ka rrjedhur dhe nuk din se si ta heqin veten nga ky besim që kanë, që për veten e tyre që okay, po kështu rrodhën ngjarjet, sepse kjo nuk është histori e bukur, rrodhën ngjarjet. Dhe në një vend kam dëgjuar diçka shumë të zgjuar mbi historitë, që është një histori me dhe jep zero emocion, kurse një histori me por dhe si rjedhoj jep emocion. Në qoftë se historia jote është u bra një herë berber dhe pastaj u bëra ky dhe pastaj këtë tjetri dhe pastaj fillova këtë biznes dhe pastaj këtë, ne do na zgjumi. Se nuk ka konflikt. Nuk ka konflikt. Po, nëse thua, por këtë dhe ndodhi kjo dhe për shkak të kësaj dhe pastaj më ndodhi kjo tjetra, por unë mendoja një gjë dhe ndodhi një gjë tjetër. Dhe këtu e bën histori. Dhe të gjithë e dim që ca histori thjesht ngjallin më shumë emocion se ca tjera, po nuk dim ti vëjmë pikën cilat element, si bëhet. Dhe nuk e di për ty Gjergj, po unë kam parë në për screenwriting e Hollywoodit, kam gjetur ca materiale fantastike për këtë pjesë. Ti si e ke parë në eksperiencën tënde duke punuar me bizneset? Si e ke parë ndërtimin e historisë? Ndërtimi hilja më e madhe që do rrëfeja unë sot është që për të treguar
Do të thënë, unë kryesisht kam shkruar skripte reklamash, do të thënë e marr me gjetjen ideve për reklama. Dhe ide hidheshin shumë. Por të kthehem prap, hilja e një po e thon trash, e një reklame që bën është sa e ngjashme, hilja është kjo. Hilja është sa i ngjashëm është mekanizmi i produktit me historinë që tregon ti. Sa më i ngjashëm të jetë mekanizmi i produktit me historinë që tregon ti, me metaforën që përdor ti, aq më e mirë është ideja. Rasti konkret. Neve kishim një kërkesë për të bërë një reklam për Raiffeisenin dhe produkti ishte kredia dhe oferta e kredisë ishte që ti mund ta ulje këstin sa të doje. Ishte hera e parë ndoshta në treg që ndodhte kjo. Dhe ajo ideja që u pranua ishte ideja e një grupi të rinj që kërcenin në plazh, edhe ishte kjo sfida me atë shkopin që ulet edhe ti kërcen edhe kalon nga poshtë kjo lojë hawaiane. Se kam parë atë reklam. Është shumë e vjetër, shumë tani mund të ketë. Ja kam parë, 10, 12 vjet, 14 vjet, 15 vjet. Dhe pra, mekanizmi i shërbimit që ishte ti mund ta ulësh sa të duash, përputhej me atë historinë që tregoi në televizor, do të thënë me historinë që ndodhte. Që ata mund ta ulnin sa të donin të shkopin. Edhe kjo është një ide e mirë, të ti tregon një histori që janë ca njerëz në plazh, sa të rinj që është kjo pjesa interesante e historisë dhe ti shikon këta që përpiqen ta ulin sa më shumë të shkopin dhe pastaj kur të paraqitet shërbimi, ky shërbim është e njëjta gjë. Pra kjo është një storytelling, le të themi në reklam, në advertising që është funksional. Kurse në përgjithësi një mekanizëm i mirë storytelling është ai që kap që në fillim vëmendjen e klientit ideal, domethënë atij që ti atij grupi njerëzish që ti do t'i shesësh. Edhe duhet ta njohësh mirë këtë grup njerëzish që ti do t'i shesësh. Dhe të gjitha dhënat që ti ke për këtë grup, mosha, çfarë lexojnë, çfarë shohin, çfarë han, çfarë pinë, çfarë makine kanë, çfarë rrobash veshin, kë ekip futbolli, çfarë sporti ndjekin, do thënë gjithë këto informacione që ti ke mbi këtë grup njerëzish, të ndihmon ty që ta sjellësh historinë tënde në ambiente ku ata arrin, në kontekstin që ata preferojnë të konsumojnë, të shohin, në mënyrën se si, në të njëjtën gjuhë që ata flasin, me të njëjtët personazhe ndoshta le të themi që ata preferojnë të ndjekin. Tonë film. Po. Edhe kështu ti e kupton që ky storytelling që po ndërton ti, kjo historia që po tregon ti është efikase, do të ka efikasitet. Por mbi të gjitha, kur vjen puna për produkte të cilat kanë nevojë për besim, është pastaj hyn edhe përveç storytelling është edhe ai brandi personal që do të jetë, domethënë i absolutisht i pa nuk po them pa cënueshëm, po s'po vjen fjala tash. Do të jetë brandi personal, do të jetë i pranishëm, edhe i paprekshëm, i padiskutueshëm, që duhet të jetë. Nuk do të është e padiskutueshme që brandi personal do të jetë i pranishëm në historinë që i tregon. Do të jetë pjesë e historisë. Po ne ndërkohë kemi kompani ku nuk i di njeri brandin personal pronarit, përveç se llafeve që mund, sidomos në Shqipëri, mund të ketë kompani që thjesht kanë llafe për pronarin, po nuk. Ose jashtë më pak në ato nivele të avancuara të konkurrencës, por edhe këtu rreth e përqar ku jam në Florida, ka biznesi që nuk e di njeri kush është pronari, po janë të suksesshëm. Është problemi më i madh ky me pronarin dhe e vetmja do të thënë nga këta thellët që unë kam punuar për të ndërtuar këto brandet personale dhe për të ndihmuar me content creation. Por rrëfej prap një hile tjetër. Në histori.
Po, e Dumi vetmja histori gjë, për episodin e historive. absolutisht. E vetmja gjë që i bind të dalin përpara kameras edhe përpara të shfaqen në një mënyrë që ata nuk janë rehap, është ideja që ti kursen lek kur e bën këtë. Edhe kjo i bën domethënë i jep një shtys tjetër tipit që i kursen lek. Kurse Sepse lek, i thua që kursen lek, sepse ti për na pito, por se këte nga neve është nga që janë një çik kështu janë një çik të turpshëm ose nuk janë mësuar para kamerave, nuk e kanë për parë. Po këto kurse lek janë të vazhdojnë të jenë të turpshëm, vazhdojnë të kenë ngecje, vazhdojnë të kenë vështirësi në komunikim edhe në prani dhe në ndjekjen e atyre gjërave që duhet të bëjnë. Po kur ti prezanton një panoramë që i thua shiko, reklamën si e bën ti, nuk e bën askush tjetër. Gjërat që di ti për biznesin tënd nuk e di askush më mirë se ty. Dhe mbi të gjitha, kjo që po bën ti tani, mund të harxhosh 20, 30, 40.000 euro dhe nuk do ketë po të efikasitet. Dhe ti ke nevojë që ti harxhosh të 20, 30, 40.000 euro për të krijuar këtë për të bërë reklam për biznesin tënd. Sepse që të bësh reklam e kuptojnë. Dhe pastaj ti vendos në peshora që të qoh. Ti nuk do të shpenzosh këto para. Po ama kjo gjë duhet bërë. E vetmja gjë është ta bësh vetë. Okej, dhe aty pastaj ndryshon. Bëje mirë, bëje vetë pastaj. Bëje mirë, bëje vetë. Dhe pastaj ndryshon vërtet përqasja me mënyrën se si ata e reklamojnë biznesin. Dhe ata nuk dalin aty pastaj nisur nga ideja që po dalun, sepse i ngatroni çik kjo që ju duket sikur njerëzit do thonë që doli për të bërë i famshëm. Okej, as doli për a doli dhe ky. Ata hallpaqin të famës. Ti duhet dalësh për të prezantuar, për të shitur gjën tënde, më mirë se ty se bën të askush. Dhe në atë pikë pastaj dalin, edhe është shumë, edhe kam parë domethënë 2 raste që kanë ndryshuar. Më duket se kjo funksionon më shumë me dikë që ka një biznes vogël, maksimumi 2 veta që i delegon diçka të vogël. Edhe kanë atë sensin e aventurës, nuk është e thënë të dalin. Nuk është të ndryshëm pasi për drejtorin e bankës të BKT-s për shembull, ose drejtoreshën. Është po nisa ata nuk është drejtori, e vërtetë është, nuk është drejtori i fytyrës e atij biznesi. Nëse mund të jetë, ose si ka qenë kjo, ka qenë një reklam suedeze për një bankë, edhe ky personazh i bankës luante rolin e CEO-s të bankës, dhe thoshte që unë jam një aktor. Reklama ishte me të vërtetë se kjo që po të tregojnë, thoshte unë jam një aktor tani që po luaj rolin e CEO-s, sepse CEO-ja është më i shëmtuar se unë. Edhe kjo ishte se vetë kjo reklam. Më kujtove reklamat e Ryan Reynolds të Mint Mobile-it. Se tjera kanë ardhur ndaj. Këto kanë dalë shpesh, por Ryan Reynolds është i papar për reklamat. Po, edhe ky domethënë te ky tregonte domethënë çfarë bëjnë në bankë, çfarë s'bëj, domethënë gjërat ishin të qarta. Ky kishte me tërmend apo i kishte kështu uiti me shaka? Ishte me të vërtetë që ky ishte aktor, domethënë godiste plan kojza. Na fal. Dhe pastaj dhe në fund fare reklama ishte rreth transparencës së bankës. Do të thënë ajo që shiste banka ishte transparenca në komisione, në tarifimin, përqindjen, në çfarë lloj gjëje. Komplet flop ky rrezik. Dhe jo nuk ishte flop sepse ajo është, do të thonë reklama. Ai po e thotë që unë nuk jam, unë po bëj rolin e dikujt. Do të thonë gjë më transparente se kaq një reklam s'mund të ketë. Besimi. Pra kur ne kemi reklama transparente, edhe shërbimet, po. Edhe shërbimet janë transparente. Jo ishte krejt e kundërta. Ndodhur krejt e kundërta, ishte komplet. Ishte paramenduar, ishte e matur, kishte një lloj do të dinte se ku ti drejtoj, ishte goditje. Si klient, maksimum, minimumi dua të shoh pronarin pillafi, atë që ka stake. Shqipëri po. Nuk dua të shoh atë që jo më kudo, nëse del në të tilla gjëra, për ndryshe dua një reklam që të jetë mbi historinë e target audiencës, diçka witty, funny, se për shembull reklamat më të mira që kam parë ndonjëherë janë këtu në Amerikë. Nuk e di si shkon mendja. Dhe më të mirat janë për biznese që janë komplet të mërzitshme, siç janë këto car insurance për shembull, këto siguracioni makinës,
progressive Geico, Are we there vetëm yet? Are we there shifi. yet? Are we there yet? Vetëm shifi, Gjergj, thotë të Geicos edhe të progressive. Kam të Geico se shumë ai të Mos kusi e ka. ironien e sarkazëm e kështu, po jo blofe fare, po perfekte. Se si e çojnë në ca gjëra që sta prit mendja, ka pas dash me thon këtë, prap këto të Geicos ose prap këto, më futën prap. Se kujtoje se do shkonte në një vend tjetër dhe prap erdhën tek siguracion. Pori, ai është pori i historisë. Ajo që dua të thoja unë është e lehtë kur ke markën personale, sepse në radhë të parë duhet të kuptojmë sepse ajo që the ti reklama është një pikë e touch points-ave që do shikoj klienti jonë. Ajo që kam bërë unë për projektin e fundit për këtë kompaninë e logjistikës ku punoj, është që kemi marrë target audiencën, ideal customer profile, nga të gjithë ata që mund të punojnë me ne, dhe kemi parë si është tani dhe kush janë hapat më përpara që ta çojmë te ky hap. Dhe kemi krijuar një rrugtim dhe një histori që i ndodh këtij personazhi. Dhe ky është heroi i historisë tonë. Ne jemi guida dhe maksimumi që mund të bëjmë ne është të tregojmë historinë tonë si supporting cast. Si një guidë, si Yoda. Do të thonë ndërton. Star Treku ka pasur Obi-Wan Kenobin dhe Yodën e ka pasur me historinë e vet, po nuk shfaqet aq dhunshëm, kupton? Ka historinë e vet si guid, si ai person i motshëm që jep sugjerime. Por në çdo moment je kupton në film se kush është personazhi kryesor, kush është heroi, dhe ne duam që filmi të jetë mbi heroin. Ajo që bëjnë gabim në bizneset shqiptare, edhe kur mundohen që ta vëjnë veten e tyre, është që flasin shumë për veten. Nuk do njeri t'ja di se sa të mdhenj jeni, e çfarë kompanie, si do jashu e si këtej. Nuk duan të dinë çfarë ka ndodhur tek ty që je guid dhe jo hero, se unë jam heroj, se në botën time unë jam heroj, nuk ma heq këtë mua asnjë biznes. Çado që ton ata, unë nuk ka për të merakosur për çfarë të ndodhi atij biznesi dhe s'do më zgjumë natën. Unë kam hall, unë gjatë ditës zgjedh hallet e mia dhe kur më del përpara një biznes, dua të di si mund ta përdor. Dhe kjo s'është kaq cinike vetëm në Shqipëri, kjo është në tërë botën. Në Amerikë din shumë mirë që robi ka hallet e veta. Dhe kur ti i del përpara, i del si një person që dëgjoj, unë kam qenë në pozicionin tënd. Pra, idealja, unë kam qenë në pozicionin tënd. Dhe si e di ai që ti ke qenë në pozicionin e vet? Sepse ti ja përshkruan dhimbjen në detaj. Në mënyra më e mirë për të bindur një person që ti ke qenë atë vend, është mënyra se si e sqaron atë që në screenwriting quhet establishment shot. Pra, settingu, ambienti i një personi në dhimbje. American Pie fillon në një qytet, në suburb, në rrethinat e mërzitshme, që s'ndodh asgjë, që gruaja e tradhtonte që këtë Kevin Spacey. Settingu, American Beauty. Trashën. E ne kam 12 notës tani. American Beauty ishte ajo. Tek Titaniku, Rose shfaqet në settingun e gruaja e një milioneri që ka dëshirë për të pasur aventurë, për të pasur aventura. Por është në një dhimbje të përhershme sepse në një farë mënyrë do aventurë, por në të njëjtën kohë ka pasur një shkënjim përpara, diçka ka ndodhur në jetën e vet që do t'i qëndrojë atit babuçit me lek. Kupton? Pra, kur ti ja shpjegon në këtë lloj farë, pra kur ti flet për veten si markë personale, duhet flasësh në kontekstin e si ta bëjnë të tjerët relatable, si mund të jesh ti relevant për atë person. Nuk mund të flasësh ti për veten si diçka jashtëtoksore, një punëtor i papar në biznesin tënd, ku të gjithë punëtorët e tjerë nuk punojnë dhe kërkojnë pushime shumë ditë në vit, dhe ti je ai që fut kokën te puna e nuk e ngre kokën deri në 12 natë. Nuk ka njëri që nuk e di çfarë brendi jep njerëzve.
kush Jo, është ai jo, person që ty do relate, biles do të kenë edhe më shumë inat. Të po kanë se inat, sepse ti je pronar dhe bën lek. Do të kenë edhe më shumë. ke bot fort për. Shiko, a ti thua, okay, ti morë këtë historinë e Titanikut, që është kjo, një nga, domethënë, këto 500 vite, Epiket. 500 vitet e fundit storytelling, që okay, epike është një nga historitë, domethënë, është një nga romancat më të forta, domethënë, të adoleshencës tonë edhe më vonë, domethënë, mbahet kështu si super. Edhe në këtë, edhe ti e kap një dimension tjetër që thua që, ore, në fund ditës kjo ishte dikush që ja trodhi burrit të saj, bashkëshortit të saj. Neve si bashkëshort sot, të themi që Ti thua, po e pe në këtë mënyrë No, pastaj stela i jo, tjetri që do marri pjesë në vendim, sepse ka edhe persona tjerë që duhet marrin pjesë në vendim. interpretojnë, po, sepse historia interpretohet nga shumë palë, se ti shikon nga këndvështrimi i tij. Domethënë, nëse këta njerëz që i mungon romanca në jetë e shikojnë historinë e tyre të dyve dhe ndërrojnë atë statusin e tyre tjetër, domethënë statusin e të qenur të dashuruar në një lidhje me dikë që dashuron, a kupton? Ndoshta po ta shohim ne tani prap në rolin e bashkëshortit Titanikun mbas kaq vitesh, unë as nuk besoj ta kem parë ndonjëherë Titanikun nga filmi deri në fund. Po ta shikojmë filmin tani, do ta shikojmë këtë aspektin që, plako, pritje se kjo, domethënë, ka diçka tjetër Se që qenë kurve mundit. të marrë Sa përpara. podcast pas ka qenë kurve mundit. Po përpiqem përpiqem të bëj kështu. Çështja është se unë e përmend këto filma sepse dua të kap elementet që funksionojnë në ngjalljen e emocioneve. Ti e the shumë bukur atë e kaluar tek Brendi. Duhet ngjall emocion Brendi, marka. Nuk ka markë që nuk ngjall emocion që bindërot. Ajo nuk është markë, ajo është informacion manuali për përdorimin e gjës që poshet mase. Është diçka speksat. Kur unë shkoj te GSM Arena dhe shoh 2 celular, shoh speksat. Për shembull, ajo nuk ka histori aty, nuk ka markë aty. Janë speksat. Pra, shiko. Speksa dhe çmimi nuk janë markë. Nuk është histori ajo që jep ti për. Edhe këto reklamat e këtyre, këto reklamat e gjata e infomercials, domethënë janë këto reklamat, e shpjegojmë njerëz, infomercials janë këto reklamat e ilaçeve për moshën e tretë, domethënë këto jo për artritin të kokrat. Efektet tansori janë. Okej, po to që janë të gjata, domethënë që unë vuaja nga artriti kaq vite, domethënë gjasme dhe ta kanë marrë to kokrat edhe, po është një reklam 5 minuta e gjatë. Edhe do këto që jepen këto orarin e paraditët që janë vetëm pleq në shtëpi që shohin televizorin. Në fakt, sado e amatoreske të jetë loja e këtyre kur është ai momenti që i tregon duke ngjitur shkallët edhe këta që bëjnë sikur i dhamin këmbën, domethënë sikur i dhamin gjunjë. Është shumë e bukur. Sado që rake të jetë loja e atyre, historia që tregojnë në relatable për gjithë ata të tjerë. Se askush nuk thotë që ata kanë ato dhimbje. Ai ka dhimbjet atje, këto mjafton të shikoj diçka tjetër që po shkërben, është fjala shqip kur në vend të imiton. Që ai imiton domethënë personin me dhimbjet e artritit, edhe ai nuk e logjikon fare që nuk rrit merret ai me nivelin e performancës të aktorit të reklama. Ai thjesht ndjen dhimbjen direkt. Edhe se ma kujtova me këtë që emocione që e momentin që ai reklam me dobët, aq që dobët ka shkaktuar emocione, ka bërë shitjen ai. Edhe jo se ato kanë goxha shitje, domethënë infomercial. Se të paktën ka vjedhur vëmendje. Dgjoj gjë, është shumë e vështirë të vjedhësh vëmendje rreth parë. Ti e di që KPI-t në rrjetet sociale dhe internet bëhet llaf për 3 sekondat e para, në shorts, YouTube i ka 10 sekondat e para, në Spotify podcastet janë 60 sekondat e para quhen si shikueshmëri, por nuk e ka parë për 60 sekonda, nuk e quhen, që e ka parë ose që e ka downloaduar. Shumë matet KPI tek fillimi. Pra duhet që në fillim të vjedhësh vëmendje ta bësh që ta shikojmë më shumë. Por është një lojë shumë e shpejtë dhe ti nuk mund të pretendosh që dikush të jetë ulur në divanin e vet me popcorna. Të jetë ulur në divanin e vet me popcorn edhe të jetë gati për të parë këtë film që do japësh ti, dhe të ketë durimin të shkojë deri nga gjysma e filmit 1 orë brenda për
për të kuptuar që ky film nuk ka vlete. Nuk është Nuk e treguar kemi fare, atë po. lloj luksi. Jo, Nuk e kemi jo. atë lloj luksi në marketing. Pra ti mundohesh ta bësh me sa më shumë përmbajtje, në sa më pak kohë koncize dhe të jetë e bombarduar me vlerë, sepse nuk e ke atë një orë. Ke 15 minuta, rastin më të mirë në YouTube, 20 minuta, një orë e gjysmë nëse ja jep nëpërmjet audios mase, edhe punë sekondash, 60 sekonda për një video. Kur është një reklam statike, mund të jenë 3 sekonda. Kur është diçka që ke shkruar në LinkedIn për shembull, mund të jenë 2 sekonda dritarja ose 1 sekondë dritarja. Pra ka një vështirësi edhe më të madhe. Unë nuk e kam ndjekur Të japësh element Kjo, historie në gjëra kaq shpejta. Vine, që ndodhi me këtë Vine? Vazhdon akoma, ajo ishte një super për neve, domethënë ishte Jo, një unë mbyll. Jo, nuk vazhdon. Para shumë vitesh, edhe pse nuk jam tani në ekran, jam duke ngrohur kafen, që ta dini, dhe ti mund ta nxjerrësh kështu siç është, pa mua atje. Mbaj mend se ishte kjo Vine. Vetëm mos e digj. Ria aty ku je. Ishte neve pam një herë atëherë që punonin, pash një reklam 7 sekondëshe, ishte 7 sekonda ishte gjithë reklam, edhe për mua ai u shndërrua, domethënë ai 7 sekondë që u shndërrua në një jo, ishte 6 sekonda. 7 sekonda me gjithë atë fundin, dhe për mua ajo u shndërrua në një si të them ty, se një target, si një arritje që doja ta bëja edhe unë njëjtën gjë. Edhe pse duke e pamundur atëherë, sepse ne luftonin që ta shkurtonin një reklam. Standard i art, një aspirim. Ishte 30 sekonda, kaq është standard i art, sepse nëse është 31 sekonda, ai 1 sekondë që i faturohet ndryshe në kohën televizive, ky është një sekret që ta dini ndoshta. Që ndoshta ju intereson ta dini, fal. Dhe luta jonë bëhej që ne reklamat duhet ishte gjitha brenda 30 sekondave. Madje as brenda 30 sekondave, jo, reklama do të ishte 20 sekonda historia, sepse 10 sekondat e fundit shërbeni për të sqaruar produktin dhe ofertën. Dhe në atë kur neve na u paraqit kjo ideja që kishte një reklam 7 sekondë që ishte bërë diku, edhe që po diskutonim me atë drejtorin ton që kjo mund të jetë një gjë që atyre ju ka ndodhur rastësisht dhe ata e ka përdorur, se nuk mund të jetë diçka që ashtu, dhe mua mu tha që nuk bëhet, është ai triggeri që më ndihmon ta bëj. Edhe arrita që të kem një ide për një reklam kështu 7 sekondë që prap nuk pati fatin të ekzekutohet, sepse historia ishte një çike e rëndë. Nëse histori e gjatë çfarë ndodhi. Po ta kam fjalën, ky domethënë më bëi fjalë që më shumë për të shkurtuar kohën e vendit me qera që ti do merre, pra vendin e televizionit që ti do blerë kohën televizive me qenë hapësirën, se sa më shumë ke efikasiteti i sekondave dhe edhe gjatësia e reklamës për të marrë vëmendjen e tjera. Po ama sot shikoj që vërtet këto huksat edhe vërtet këto grepat e kapjes në fillim të vëmendjes mund të jetë diçka tjetër pa lidhje me kontekstin, vetëm për të kapur vëmendjen, dhe pastaj kur të vjen oferta dhe shërbimi aty dhe paraqitet ajo çfarë duan të shesin, është komplet pa lidhje. Edhe kjo pastaj bie tamam trof në vëmendja që more, sepse s'është ky target audience që ti do. Po. Kupton? Atëre do që ta bëni më shumë të prekshme. Po, më shumë të prekshme domethënë. E zëm se ky biznesmen ose kjo biznesmen që na shef është dakord, do të bëj një tregim, një storytelling. E ka parasysh kush është target audienca e vet. Nga t'ja filloj, çfarë duhet të shohë? A duhet të kopjoj një tjetër? Nga t'ja filloj historinë, dhe cilat janë etapat, dhe si duhet treguar historia, dhe çfarë duhet shkoj me historinë, diçka tjetër në biznesin e vet, çfarë duhet të shohë? Janë këto dy rregullat po këto dy zbulimet e mbaja që një zbulim thot
ti je mesatarja e 5 njerëzve me të cilët kalon më shumë kohë dhe në fakt e vërteta ishte që ti je mesatarja e 5 njerëzve që admiron më shumë. Këta njerëzit që pronarët e bizneseve që duan të fillojnë të kenë storytelling ose duan të kenë impact ose duan të kenë një ndryshim në atë që bëjnë është të kopjojnë, me vërtet kopjojnë ata njerëzit që admirojnë. Do thonë keti nuk di pse kemi bërë ka shumë shumë të Cristiano Ronaldo. Nëse ke shoh Cristiano Ronaldo, çfarë bën ai që për nëse na shef, përshëndesim. Përshëndes. Presim të shoh. Çfarë bën ai, çfarë ka bërë ai që ka bërë përshtypje ty? Pra, përkushtimi. Okej, ti e ke përkushtimin, por përkushtimi si, përkushtimi sistematik, përkushtimi metodik, përkushtimi i duke e njohur industrinë ku ti je dhe duke studiuar rreth industrisë ku ti je. Dhe duke kopjuar në thonjza të tjerët, do vish tek vetja. Sepse që gjithë kështu kanë filluar, domethënë edhe një kompozitor, edhe një artist, edhe ka marrë punët e dikujt tjetër dhe ka filluar i ka rikrijuar për të qenë në gjendje pune. E një instrumentist merr mëson pjesët e një kompozitori tjetër për të mësuar instrumentin, për të mësuar muzikën, për të njohur, për të krijuar një lloj përvoje pune përpara se të kesh një përvojë. Ndaloj një sekond. Krijuese. Po. Unë mendoj që më e thjeshta është kërkosh ndihmë. Radh parë. Patjetër, po, e vërtet. Duhet kërkuar ndihmë. E vërtet. Po këtë nuk mund ta thotë njëri që s'ka kërkuar kur ndihmë, kështu që. Dhe ndihma mund të vi sot e kësaj dite në dy forma. Një, të mendosh se ndihma do vi falas nga interneti duke kërkuar në YouTube e duke dalë një kurs apo diçka si të bëhesh i mirë në tregimin e historisë tënde në 12 minuta. Dizajn ato skemet e famshme që në 12 minuta në çerekore ti mbaron çfarë. Funksionon. Por mund vi edhe si ndihmë e personalizuar, duke kërkuar dikë që merr vesh nga kjo punë, merr vesh nga gjella me presh, edhe është i gatshëm të të ndihmoj sepse ka kapacitet, ka dëshirën dhe ti ke këllët, për shembull e themi. Ose mund të jeni bashkëpunim. Sido që e dini ku të më gjeni, jam në LinkedIn, jam në dispozicion. Ishte thellë të thonë çish. Ajo që do atoja është në momentin që kërkon ndihmë, ti sqarojnë disa gjëra, e di drejtimin, ti praktikisht, sepse kush është punar biznesi e di shumë mirë këtë pjesë, edhe delegojnë, edhe i kanë hyrë në punë njerëz, punëtorë që kanë deleguar dhe i kanë çliruar kaq shumë kohë të lirë që mund të merren me biznesin. Pra e din shumë mirë atë pjesë. Por do të kuptojnë që edhe në këto raste, kur duhet vësh veten tënde, tregosh historinë, duhet ndihmë. Janë njerëz që merren me këto punë. Janë njerëz që kanë bërë këtë gjë përpara, ka arritur me sukses, e kanë ribër një herë, me këto gjëra merren për ditë, siç merren siç mund të jetë një pronar merret me gjërat e veta, dhe ky tjetri merret me të vetat. Çfarë ka ndodhur sot është se në bazë të internetit është dhënë kjo pamja e gabuar që ti mund ta gjesh informacionin dhe të ndihmosh veten. Dhe për këtë gjë unë kam një teori shumë të mirë timen për ndihma vjen vetëm në momentet kur është dikush që ka ekspertizë, ka dëshirë, pra është alignment me interesat e tua dhe ka një insight nga ku je ti tani. Pra vetëm në këtë mënyrë mund të vindim. Ai që mund të jetë në internet, mund të ketë ekspertizë, mund të ketë dëshirën se do që ti të kthehesh prapë, por është pa mundur të ketë një insight mbi problemet e tua, sepse në rrugën tënde prej 150 hapash, ajo që ti shef është e përgjithësuar për hapin e 50 dhe të 55, po ti nuk e din nëse je në hapin e 55. Është shumë e rëndësishme të kuptosh në cilin hap je dhe si duhet ta kanalizosh energjinë dhe kohën tënde, se s'mund ta çosh duke mësuar për hapin e 100, ndërkohë që s'ke bërë akoma 5 hapat e para. Ktu e kisha të gjithën. Tek për këtë pjesë dua që ta specifikoj sepse kam vënë re që është përhapur kjo ide e gabuar që gjërat do mësohen nga interneti. Por është rëndësishme që të kërkosh ndihmë dhe të kesh dikë
që të jetë që të ndjeki, të kërkoj llogari, si mund ta them këtë.